Sot shënohet 27 vjet nga rënja e luftëtarit dhe heroit të Kosovës Agim Ramadani. Në Akademinë përkujtimore kushtuar tij bashkëshortja, Shukri Ramadani ka ndarë për Klan Kosova një nga momentet më emocionale që kishte përjetuar me Ramadanin gjatë luftës. Ajo ka treguar se një nga kujtimet më të forta lidhet me një telefonat nga fronti, ku Ramadani i kishte hapur altropolantin në momentin e bombardimeve të para të NATO-s më 24 mars të vitit 1999. Një nga momentet më emocionale ka qenë kur më ka thirrur Agimi nga fronti dhe ka hapur altroparlantin. Kam dëgjuar bombardimet e para të NATO-s më 24 mars. Zëri i tij ishte jashtëzakonisht emocionues. Më tha: "Unë po e shoh lirin. Dëgjoje si janë jehonat e lirisë, si është zëri i lirisë. I gjithë qielli është zbardhur nga forcat e NATO-s që po godasin. Kurrë nuk e harroj atë moment", ka rrëfyer ajo. Shukri Ramadani ka folur edhe për një video që ka qarkulluar në rrjetet sociale ku Ramadani dëgjohet duke thënë: "Fisnike, liria po vjen", duke zbuluar rrethanat në të cilat ishte realizuar ajo. Siç tregoi ajo për klanin, ishte hera e fundit kur ai kishte qenë në Zvicër, ku e kishte shkruar për të marrë ushtar dhe armatime ndonse në gjendje të rënduar shëndetësore. Ka qenë hera e fundit që ka ardhur në Zvicër, kishte ardhur për të marrë ushtar dhe armatim. Ka qenë shumë i sëmurë, me temperaturë, pa gjumë për më shumë se 48 orë dhe ishte i ftohur. Edhe zëri i tij në video duket ndryshe. Kur dëgjoi për zhvillimet që po ndodhnin në front, u gëzua shumë dhe më thirri duke më thënë: "Fisnike, liria po vjen, e fituam", tregoi ajo ndër të tjera.